Nderuar miq, dua përsëri t'ju informoj me lajmet e mira që vijnë pikërisht nga Amerika si aleati ynë kryesor ku qëndrojmë në këmbë. Kam qenë në sallë kur Hillary Clinton deklaroi se Amerika do të jetë këtu 100 vjet morë dhe unë do të kita i pari. Por sot, presidenti amerikan Donald Trump në 27 gusht ka kërkuar implementimin e ligjit RICO të vitit 1970 për të shpallur George Sorosin si organizatë kriminale mafioze. Dhe Edi Rama, që unë ja kam thënë shpesh, Amerika prangat në zyrë do t'i vëj. Jo se unë e kam personale me Edi Rama, se ai e ka me mua dhe më ka përmendur dhe më dërgon njerëz kudo në përbot më shkatroj deri në rrënjve në palc. Por unë do të flas. Edhe pse nuk e ka uruar ambasada amerikane qeverinë Rama 4, por popullin shqiptar. Edhe Edi Rama, që vajti në Amerikë dhe u bë kumbari i Aleksit, i ka futur një tjetër thik vetes së tij, si akrepi, sepse atit po i fiket kandili. Amerika, jo vetëm që në fondin e saj për 901 miliardësh për mbrojtjen e futi edhe Dardanin dhe Shqipërinë, vuri ligjin që nuk ka më ndryshim kufish që ky matrapas me arshim thaqin, me harta në duar, donte të shiste, veriun në kuadër të korrigjimit të kufive, me Isa Mustafën, dhe Albin Kurti cep nuk lëshon pe dhe vuj sovranitet, duhet ta dini shumë mirë. Se Albin Kurti pa Amerikën pas nuk hiqte dot barikadat dhe ata që vajtën në burg, kur Jack Smithi i arrestoi përpara se sa të vinin në Amerikë për të firmosur marrëveshjen kriminale, do t'i lutesha shumë, nuk më dëgjon e di, presidenti amerikan Donald Trump të gjithë atyre që munden t'ja thonë dy fjalë, që edhe Edi Ramën, si një nga rrënjët e organizatës kriminale mafioze të Alex Sorosit, në këtë kuadër të ligjit RICO të vitit 1970, të shpalli edhe Partinë Socialiste të importuar nga Serbia, të ushqyer nga Greqia dhe mafia ndërkombëtare e narkotrafikut. Të lutem shumë Amerikë, vetëm ti na bën derman. Firmos një urdhër 1 orë të punoj shërbimi inteligjencës amerikane me Interpolin t'i zbardhë gjitha doset kriminale të Edi Ramës dhe shpëton Shqipëria.